Se erdhët në Vlogmas 2025. Unë jam Romi dhe do jemi bashk çdo ditë deri me 24 dhjetor me vlogje këtu në YouTube për të sjell atmosferën më të bukur festive, familjare, jetën në Tiranë dhe jo vetëm, dhe do kënaqemi bashk. Sot kam menduar ta nis pak ndryshe Vlogmasin. Siç e shikoni, nuk kam vendosur akoma asnjë zbukurim, se dua ta caktojmë bashk se si do jetë rregullimi i shtëpisë si vjet, kështu që sot do shkojmë të bëjmë hunting për zbukurimet më të bukura në qytet, por gjithashtu do kemi edhe shumë surpriza të tjera. Le të shkojmë të bëhemi gati me njëherë dhe të nisim këtë vlog siç duhet. Bravo, Pato! Ta dhe birthday, Pato! Ta dhe Zolla, bravo! Bërë shpejt gati dhe ndërkohë erdhën dhe familjarët e Hekrit nga Gjakova, sepse nesër do bëjmë ditëlindjen e Batos, se kemi lënë Bato e ka ditëlindjen në fund dhjetorit. Bato e ka ditëlindjen në fund nëntorit, por duke qenë se ishim gjithë në punë dhe nuk vinim dot të gjithë, e kemi lënë për ta festuar në fillim të dhjetorit, për këtë do jetë edhe pjesë e Vlogmas. Ditëlindja e Batos do festohet nesër, kështu që sigurisht do t'ju marr me vete në të gjitha detajet, ku i kam lërë gjëra, si do t'ja bëj gjërat dhe do t'ju tregoj. Por sot arritën të vinë familjarët e Hekrit, motrat, mami Hekrit dhe mbesa. Do t'ju tregoj tani se çfarë janë duke bërë, sepse janë duke kënduar këngën në anglisht dhe ai po fryn, ja bën kështu, nuk arrin dot as të fryj, po i pëlqen shumë. Nuk e di ku e ka mësuar, ndoshta në Çerdhe, por e ka shumë qejf dhe sot gjithë mëngjesin po e këndonte. Na kanë sjellë dhe disa gjëra që i kishim porositur sigurisht mishin, sepse ne e marrëm mishin në Gjakov tek punishtja e Hekrit. E prindërve të Hekrit. Ne marrim mishin tek punishtja e familjes Hekrit, që është shumë i sigurt, kështu që kush jeton në Gjakov, kush jeton në Kosovë dhe do mish të sigurt, shkoni aty. Ndoshta një herë tjetër do t'ju tregoj më mirë nga afër gjithë punishten, prodhimet që bëhen, por ne kemi vite që vetëm aty marrim dhe Bato vetëm atë mish han dhe diferenca është shumë e madhe. Tani le të shkojmë tek festa që po bëhet. Le ta quajmë në thonjës festa. Ka disa nga gjërat që na kanë ardhur nga Gjakova. Këto i ka bërë motra Hekrit, Arbëresha, dhe un ja dhuroj këto specat. Një ditë do t'i them që ta xhirojmë recetën bashk. Pastaj sigurisht suxhuku, tespishtja, që është një nga ëmbëlsirat që pëlqejnë më shumë, që përgatit mami i Hekrit. Sarma, sepse Hekri ka shumë qejf dhe na e ka përgatitur mami i Hekrit. Disa vezë fshati dhe kjo është surpriza më e madhe. Këtë setin që është nga vitet 80 që e ka pasur mami i Hekrit, është cilësia është shumë e mirë. Si që shikoni, vintage, dhe unë një ditë e komplimentova dhe thash sa të bukura këto setet dhe mi pas ka sjellë dhuratë. Dhe kështu, kjo është çfarë na erdhi nga Gjakova. Besoj të gjithë kemi vënë re trendet për sa i përket dekorimeve për vitin e ri, dhe jam disa që më kanë pëlqyer më shumë, jam disa që i kam pak me pikpyetje. Sigurisht dekorimet vintage janë duke u kthyer si çdo gjë tjetër. Prandaj ndonjëherë është mirë që të ruajmë gjërat nëse kemi hapësirë, se ndoshta si puna ime që jam munduar të ruaj ca gjëra, po ca gjëra s'ke ku t'i marrësh. Unë njerë që kam ndruar shtëpi, nga trendet që ka dominuar ka qenë jeshilja me gold, pra që rimer pak edhe këto stilet vintage, pak me atë
efektin moody, green dhe gold. Një trend tjetër që e kemi parë kudo janë fjongot velvet, super të mëdhaja, që i vendosin në krye të pemës. Tani nuk e di, në disa aspekte më pëlqen shumë përdorimi i fjongove velvet, e kam bërë dhe vite më përpara. Nuk e di a jam shumë pro apo jo kësaj fjongës kaq të madhes që sikur merr vëmendjen komplet nga pema. Jam pak e dyezuar në këtë aspekt. Edhe më pëlqen, edhe jo, nuk e di si e mendoni ju. Pastaj një trend tjetër janë tonet natyrale të ngrohta, që vjen pak edhe nga moda skandinave. Tendencat skandinave nuk kanë hyrë vetëm në rroba, por janë duke hyrë sidomos edhe në interior dhe këtë rast në dekorime. Përdorimi shumë i materialeve të drujta, përdorimi shumë i materialeve ekologjike dhe ose të bëra handmade, por me tone kryesisht neutrale. Dhe tendenca e fundit që e kemi parë edhe këtë, përdorimi i dekoreve të qelqit, kryesisht të gjata, që kujtojnë pak formimin e akullit, dhe reflektimin e dritave në to. Kam parë disa opsione, është interesante për një stil pak më minimal, modern, interesante është. Tani, unë akoma nuk kam vendosur deri në fund se si dua të dekoroj si vjet, edhe pse shpesh unë i drejtohem drejt vintage ose drejt velvet. Ju thash që kam përdorur edhe herë të tjera fjongot velvet, më pëlqejnë shumë, të vogla. Por dua që edhe ju të më ndihmoni të zgjedh dekorimet, sot do dalim të shohim. Jam veshur pikërisht për këtë gjë, por që do kemi kohë 2 ditë, ndoshta 2-3 ditë, që të shkoj pastaj të zgjedh definitivisht mbi ato gjërat që kam parë, kështu që do më komentoni poshtë te ky vlogmas për të ndihmuar që të dekorojmë bashkë shtëpinë si vjet. Tani kemi lar me themel karrocën, sepse kishim harruar jashta dhe ishte bërë shumë keq dhe e kam futur në lavatriçe dhe na është në tharsën. Nuk e di a kam bërë gabim, por misioni u krye, Xic ka dal. Ndalesa e parë është në Lindex, sepse dua të shoh disa gjëra të reja për Batën për sezonin e ri, se këto kohë nuk është se i kam blerë shumë. Kështu që le të shohim bashkë se çfarë ka. Por sigurisht do bëj një xhiro edhe tek sektori im. Ishte shumë gjëra që më pëlqyen, por ndoshta do vi një moment të dytë që të provoj, sepse sot nuk kam shumë kohë që të provoj gjërat për veten, por do shohim vetëm për Batën. Këndi këtu në ring që ka shumë i bukur për të bërë foto, mund të jetë një nga këndet më të bukura që kam parë deri tani. Erdhëm në kërkim të pemës, sepse një nga gjërat që nuk kemi absolutisht është pema dhe që në hyrje këtu të Megatekut pas ka ca pemë natyrale shumë bukura dhe më ndrua mendja sepse unë si vjet doja sërish pemë natyrale, Hekri thoshte jo, se në Prishtinë ka bërë shumë pis. Por pema natyrale është shumë e bukur. O Hekër, shife. Shife sa të bukur. Nuk e di a do arritja mbush mendjen për një brez natyral. Apo do ta marrim fake, pra
edhe pse tani kam bërë disa artificial shumë të bukur. Kam parë në disa faqe dhe për këtë erdha të shoh edhe këtu live, sepse nuk e di asnjëherë ta kuptoj tamam. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Papa. Christmas tree. Të ndalesa e fundit për sot ka qenë një lëmsh total se ka pas shumë trafik edhe plus kemi qenë shumë veta. Ka qenë gjithë familja e Hekrit me ne, ndërkohë që shkojnë në për dyqane. Fakti është që kam parë dhe disa pemë online që ishin paka shumë si te Megateku, por kushtonin më pak. Një 40.000 lekë më pak që nuk është pak. Ndërsa ajo gjëja që shkoha më shumë për te Megateku ishin ato degët e bredhit që vendosen tek Oxhaku dhe disa këmbana dhe nuk gjeta, o kishte shumë gjëra shumë rëmuj dhe nuk arrita dot të shikoja. Tani po shkoj te Baronesha për të parë se çfarë advent calendars kanë, sepse nuk kam patur mundësi më përpara se të njohësja vlogmasat. Sa po këthyem shpi dhe do t'ju tregoj disa gjëra nga Lindex që unë I bleva Batos. E nisim me këto pijamat. Janë ndër pijamat që ja përdor më shumë, zgjasin, realisht zgjasin pavarësisht se fëmia rritet dhe ja vlen shumë t'i merrni. Dhe ja mora kështu si tip Christmas vibe. Pastaj, I mora sërish një tjetër pijam dhe kjo më duk shumë cute. Nuk e di a arrini ta shihni. Fika dritën që mund ta shihni, është me vizja të holla dhe më duket shumë e lezetshme. I kam marrë këtë trikon, më pëlqen shumë, kujton pak trikot e mia. Materialet në Lindex janë gjithmonë shumë të buta, kisha kohë pa u kthyer në Lindex, sidomos në Shqipëri, se në Kosovë shkoja më shpesh, duke qenë se shkoja Prishtina Mall vazhdimisht dhe si gjithmonë më pëlqejnë, ja adhuroj produktet që kanë dhe ja vlen sepse tërrojnë shumë. Siç që thash, sidomos për baton që më zgjasin në kohë dhe materialet janë ndër më të butat, pambuk organik, realisht ja vlen. I kam marrë këto pantallonat në kamosh të ngrota për në dimër, ja kam marrë ngjyrë jeshile të errët dhe mund t'ja kombinoj me disa gjëra si me këtë trikon këtu, ashtu edhe me këtë trikon tjetër që I kam marrë me këtë detaj ngërshet. Kryesisht I kam marrë gjëra mjaft të thjeshta që ti ketë mundësi dhe t'ja kombinoj në mënyra të ndryshme dhe t'ja vesh në çerdhe. I kam marrë këtë setin që më pëlqen shumë për në shtëpi. Edhe kjo ka material shumë të butë dhe të ngrohtë me këto streqet.
Kjo është e mirë se mund t'ja veshësh edhe poshtë pantallonave, kur i ka pantallonat e gjëra dhe jashta është edhe më shumë ftohtë. Pastaj i kombinova diçka ton su ton. Kjo bluza si polo kishte edhe pjesën e tutave, po nuk ja mora vetëm bluzën dhe ka si material të pambukt kështu të trash me push. Dhe ja kombinova me këto pantallonat me ty të ngjyrë që janë të njëjtat pantallona si ushtarakët dhe më pëlqyen shumë si i rinin batos, as shumë të ngushta, as shumë të gjëra dhe fiksi kishte të kthyeera, pra do t'i ketë ndoshta edhe për 6 muaj të tjerë. Sepse pak a shumë këtë kam vënë re që i zgjasin goxha 6 muaj, ka raste edhe 1 vit i zgjasin gjërat e Lindex. Sepse nëse mbani mend nga vlogjet e tjera kanë ato pjesët që zgjaten, kanë disa metoda që i prodhojnë rrobat fix për t'i marrë me vete në faza të ndryshme. Edhe këtë hoodin më pëlqeu shumë, me zinxhir pak më ndryshe dhe deri këtu sipër që do të mbaj ngrohtë dhe shkonte si me pantallonat jeshile, por më shumë shkonte me këto pantallonat si ngjyrë mjalt, kaf mjalt, shikoni. Ja. Dhe ja kombinova sipër pastaj me këtë jelekun pellush si teddy bear. Shikoni. Këto janë gjërat që i mora batos sot. Kisha dëshirë të merrja edhe disa gjëra për veten, por do kthehem ndoshta me uljet. Këto janë disa nga gjërat që i morëm batos, këto ngjyrat. Plastelinat nga 2 vjeç e sipër, hera e parë që ja blej plastelinat dhe këtë për të pikturuar, por shikoni, ka shfaq talentin me një herë. Ndërkohë, Arbresha po merret me tortelitit. Situata tani ndark. Kemi zgjedh tortellini të shpejt. Më duket se këti vlog masi të parë po i vjen fundi. Kemi pak zhurmë në shtëpi sepse e patë që kemi njerëz dhe doja t'ju tregoja advent kalendarin që në fund vendosa të marr. Nuk mora asnjë me çokoladata se nuk është se më interesonin shumë, them drejtën. Shkova për të parë diçka lidhur me make-upin, por nuk gjeta gjë për momentin, do shta gjenë në ditën në vazhdim, por gjeta këtë shumë të bukur me English tea, me çajra. Këtë e kam pasur dhe jo këtë tamam, po kam pasur një advent calendar me çaj para shumë kohësh dhe kjo është me 25 surprise cards dhe kjo më pëlqeu, pra me 25 karta surprizë, se si ta përkthej fix. Dhe do marr të parën, nuk e di a hapet kështu apo jo. Më duket se edhe Hekri është kurioz. Jam shumë kurioz se do ta pi unë. Okej. Jo, do pi prosecco. Ndërkohë kemi Baton që po na përndjek. Interesant packaging. Shumë. E fillove vlogmas. Yes. Follow, subscribe, share. Ja, si që thot dhe Hekri, bëni subscribe, komentoni, bëni share, që këto vlogmas Të gjithë miqt. të ndiqen nga sa më shumë njerëz, sepse do kemi në vazhdim gjëra të reja, surpriza, do ju premtoj, dhe shikojnë, opa, sa cute. Sa nice. Shikojnë. Shumë e bukur. Pak ekspertit të packaging. Our Sri Lanka tea, thot, bën një mix me çajt më të mirë organik dhe përbërësve të tjerë, çajt të Sri Lankës sigurisht, dhe do marrim datën. Data 1 është çaj i bardh me kokonat dhe passion fruit, me kokos dhe passion fruit dhe gjërat që të pëlqejnë. kanë qelluar gjëra që më pëlqejnë më shumë realisht, domethënë nuk Kjo është një shenjë.
Po, fix, kjo është një shenjë që kam bërë zgjedhjen e duhur, sepse bëra xhiro dhe nuk po gjej asgjë që më pëlqente dhe e mora këtë kështu si me Tremendje. po. Edhe po lexoja këtu që ai dije që ne punojmë drejt për drejt me 1400 ferma të vogla të prodhimit të çajit, që është gjë shumë e mirë sepse suportohen edhe bizneset shumë të vogla familjare në këto vende, po nuk më besohet që më ka qelluar dita e parë dhe shihet e mia të preferuara. Për sa i përket zbukurimeve, më duket se do shkoj edhe në 2-3 vende të tjera, sepse lëvizëm pak flokët. Sepse nuk arrita të shija siç duhet, ose ndoshta nuk më pëlqeu tamam asgjë. Ju thash që doja të gjeja, kisha ca ide në mendje dhe nuk arrita ti zgjidh ato idet. Unë prap mbetem me dashurinë time për pemën natyrale, të vërtet. Nuk e di sa do realizohet. Unë uroj që ky vlog i parë, vlogmas i parë të ketë pëlqyer. Siç tha dhe Hekri, ju lutem mos harroni të bëni subscribe, të lini komente, të bëni like vlogut, ta shpërndani. Jam shumë e sigurt që do t'ju pëlqejnë vlogjet në vazhdim e sipër dhe nëse keni sugjerime, feel free, jeni të lirë të komentoni, unë mirëpres gjithmonë. Faleminderit që më keni ndjekur dhe që jemi bashkë në këtë rrugëtim gjatë vjetorit. Ju dërgoj shumë puthje dhe ne do shihemi nesër.